Mediat serbe kanë të vështirë të pranojnë vendimin e gjykatës së arbitrazhit sportiv, dhe ashtu si në këto 9 muaj çdo veprim të shqiptarëve nxitojnë ta quajnë një provokim ndaj tyre. Përfshirë këtu edhe fesën e tifozëve kuqezinë në Tiranë dhe Prishtinë. Bliz dhe Kurier, dy prej mediave më të mëdha në Serbi, kanë rezervuar vendin kryesor fesës së shqiptarëve në sektorin e tyre sportiv, në faqet online, duke i cilësuar si provokime të pastra, shpalosjen e simboleve kombëtare të Shqipërisë brenda në Shqipëri. Kurier, në mënyrë paradoksale, quan si skandaloze fesën e shqiptarëve për të festuar 3 pikët e dhëna nga CAS për ndeshjen me Serbinë, pas dhunës u ushtruar ndaj përfaqësuesve son në ndeshjen e 14 tetorit të 2014-s, ndërkohë që mes radhave të shkrimit thekson se mbajtja e veshur e simboleve shqiptare nga ana e shqiptarëve në kryeqytetin Tiranë është një provokim i hapur ndaj serbëve. Paksa më mëdëruar shfaqet Blitz, e cila pasuron në faqen e saj fesën e shqiptarëve. Ndërkohë, po sot UEFA, organizmi më i lartë i futbollit evropian, është dorëzuar duke konfirmuar zyrtarisht vendimin e marrë nga gjykata e arbitrazhit sportiv, që e ka pozicionuar Shqipërinë në vendin e dytë në renditjen e grupit I, me 3 fitore dhe një barazim ku qezit kanë kaluar Danimarkën duke u pozicionuar në vendin e dytë, fal kulavarazhit më të mirë.